Të dy, në fakt, pikërisht për këtë pjesën e reduktimit të numrit të deputetëve, Gimi, me qënë se ishim të këtë. Shko, e para do të thënë është thelbësore që të ndryshohet kushtetuta në raport me përfaqësimin dhe të kemi një, në qoftë se në 2008 nuk bë një marrëveshje me idenë që kryetarët kishin mundësi të përmirësonin kuvendin, ndodhi krejt e kundërta. Edhe përfaqësimi ra, edhe debati ra, edhe mënyra se si përzgjidhen, domethënë, kemi këtë lloj mos përputhje siç ndodhi me një 64.000 vota dhe një deputet. Pra, as nuk përfaqësohen votat e duhura në kuvend. Problemi është për çfarë do ta bësh? E para një herë se dëgjova për rregulloren e kuvendit. Opozita pun ka në kuvend të kontrollojë qeverisjen, të kërkojë sa më shumë interpelanca. Hivet balt, tha Rama, mbi deputetët e Partisë Socialiste, ikën koha, nuk kanë kohë për të folur. Më shiko, nëse hidhet balt, kjo është në dëm të opozitës dhe në favor të qeverisë. Opozita fiton kur shkon në alternativë, kur e vë qeverisjen përballë, domethënë një alternativë tjetër, kur propozon ndryshime, kur i drejtohet qytetarëve me një model tjetër. Sa herë ka vënë flakën karrikeve apo Orzën, nuk është se ka sjellë gjëra të mira opozita në këtë lloj pike. Por këmbgulja e kryeministit për t'i ngushtuar edhe më shumë hapësirat, për të ndryshuar konceptin e fjalës, për mua është një përpjekje edhe më e madhe për të shmangë edhe ato lloj debatesh që bëhen. Pra është strategji. Po si mund t'japin ngushtë opozitës? Sa të tretë ka fjalën ka. Fjalën dhe kontrollin. I ke mohuar komisionet hetimore. I ke mohuar interpelancat. Nuk e shkuan kuvend. Ti heqësh dhe drejtën e replikës? Atëherë çfarë ke ndërmarrje ke kuvend? Zoti Shehi, është strategji kjo apo plan real? Pse po e bën Rama këtë? Shiko pse po e bën Rama. Jerë se nuk ka qëra front në këtë kohë skandale se Maskaralliku, hap, një ka pak edhe del një ajdutliku madhë. Ku do që nga përzyrat e shtetit, dhe të shi duhet një narrative re. Qa thot Rama? Sa herë thot për këto ndryshimet kushtetuse? Gjithnjë ka në mendje një plan të vetin për t'ja reduktu palës tjetër, për të marrë sa më shumë pushtet. Çfarë thot? Për shembull, vim ke reforma administrative. Thot t'i zvoglojmë bashkitë. Si t'i zvoglojmë bashkitë?